Prokuria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar i komunikoi këtë të premte Belinda Ballukut statusin e të pandehurës dhe për 6 procedurat të mbetura të tenderimit të projektit të Unazës së Madhe në Tiranë. Sipas PAK, ish zëvendës kryeministrja dhe ish ministra e infrastrukturës dyshohet se kanë ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në zhvillimin e të gjitha procedurave të tenderimit të këtij projekti, duke paracaktuar sipas organit të akuzës fatin e kontratave. Me këtë zhvillim, ndaj Ballukut tashmë rëndojnë akuzat për shkelje të barazisë në 8 procedura tenderuese, përfshirë tenderin e tunelit të Llogaras dhe 7 lotet e Tiranës së Madhe në një vlerë të përgjithshme që kalon 600 milion euro. Balluku ishte njoftuar të paraqitej në ambientin e Spakut rreth orës 10, ku jashtë godinës ndodheshin dhe një grup protestuesish. Ajo mbërriti rreth orës 14 e shoqëruar nga avokati i saj. Përveç komunikimit të akuzave të reja, prokuria e posaçme vendosi të zgjasë me 3 muaj afatin e hetimeve, vendim që përfshin edhe 2 ish-vartësit e saj, Gentian Gjyli dhe Eral Delezi. Hetimet ndaj Ballukut nisen në 31 tetor 2025, kur ajo u mor fillimisht e pandehur për tenderin e tunelit Llogaras me vlerën rreth 190 milion euro. Më pas, PAK i komunikoi akuzën edhe për tenderin e lotit 4 të Unazës së Madhe me vlerë rreth 20 milion euro, ndërsa vijoi verifikimin për të gjitha procedurat e tjera të këtij projekti. Sipas dosjes hetimore, PAK disponon biseda të zhvilluara mes Belinda Ballukut dhe vartësve të saj, të siguruara kryesisht nga telefoni i ish drejtorit të autoritetit rrugor shqiptar, Ervis Berberi. Prokuroria pretendon se megjithëse kompetencat formale për zhvillimin e tenderave u ishin deleguar strukturave vartëse, Balluku i ka ndjekur personalisht procedurat duke ndërhyrë në fazën përgatitore, dorëzimin dhe vlerësimin e ofertave, si edhe në procesin e lidhjes së kontratave me operatorët ekonomik fitues. Ndërkohë, SPAK vijon paralelisht hetimet ndaj ish ministres edhe për vepra penale të korrupsionit dhe pastrimit parave, lidhur me 2 procedura tenderuese me vlerë mbi 1 milion euro të zhvilluara në kohën që ajo drejtonte Alp Kontrollin.